Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Falenderojmë Allahun e madhruar, krijuesin absolut, i cili është një dhe i vetmi për të adhuruar. Salavatet, selamet tona më të ngrohta e shprehim pejgamberit pasuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues, vëllezër dhe motra, kudo që jeni dhe jeni duke na ndjekur nëpërmjet televizionit Besa, ju përshëndes në përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, rahmeti i Madhit Zot qoftë me ju, familjarët e juaj dhe gjithë të dashurit e juaj. Si çdo ditë edhe sot, para jush jemi në emisionin para iftarit. Emision ky që mundësohet nga ana e Këshillit të Bashkisë Islame të Prizrenit me bashkëpunim me televizion Besa. Edhe sot, si çdo ditë gjatë muajit të beqëruar të Ramazanit, kemi ftuar mysafir, kemi ftuar edhe talebët, edhe hoxhën e nderuar, kësaj radhe hoxhën imamin e nderuar Mervan Efendi Berisha, për të cilën do të flasim për temën llogaridhënie në ditën e Kiametit. Por së bashku me hoxhën e nderuar, në të njëjtën kohë i kemi thirrë edhe talebët e xhamisë së Pavarësisë pra të komunës së Prizrenit, ku mysafirëve tonë të dashur të nderuar i dëshirojmë misafir. Hoxhë Efendi Meselt. Mirësevgjë. Zoti ju nderoj, faleminderit. Një misardë i kemi edhe ju kemi mirë se keni ardhur në emisionin ton. Mashallah, na keni kënaqë. Zoti ju nderoj inshallah. Sot do të kalojmë çaste të mira, apo? Do t'ju ngojmë edhe juve se çfarë po na recitoni, por edhe hoxhën do ta dëgjojmë se çfarë do na shpjegon, apo? Ashtu. Mashallah. Hoxhë Efendi, këta janë talebët e xhamisë ku jeni edhe imam ju. Ndoket është mësuesja apo mualimja që merret me këto fëmijë. Si po kanoni gjatë muajit të beqëruar të Ramazanit dhe një herë si ju duket atmosfera me këto fëmijë? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Madhin Zot e falenderojmë. Me të dashurit tonë i dërgojmë salavate familjes së tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Një Ramazan i flatshëm, edhe i ftoftë me thonën, jo vetëm i flatshëm. Po lutim Allahun xhaleshanu na pranoj këto ibadete të këtij muaji. Një atmosferë normal më e mirë, alhamdulillah. Po edhe ku kemi këta bilbila para vetës, po na ndreqin edhe programin. Edhe ato çdo natë bilet që ato para iftarit. Inshallah Allah i runë ju jep suksesin në jetë. Po gjithashtu edhe përshëndesim edhe mësuesen e cila punon vazhdimisht me këta nxënësa, një punë të palodhshme e saj, e që është fruti i punës saj këta që sonte i kemi këto. Edhe pse sot i kemi vetëm disa disa janë edhe më tepër, edhe ne shfrytëzojmë rastin të falenderojmë gjithë ata mualimet dhe gjithë ata imam hoxhallar të cilët përkujdesen për këta bilbile, për këta melaqe, që Zoti i bof gjithë fëmijët e hajrit, çdo kujt, kushdo që të jetë ata, na dhuroj evlat fëmijët e hajrit që ata edhe ta duan adhënën e tyre, ta duan fenë e tyre dhe prindërit e tyre të respektojnë në temase. Ose vini, si çdo herë në emisionin tonë po i fillojmë me fjalën e Zotit dhe padyshim këtë lexim të Kuranit pja mundsojmë, po ata po na mundsojnë këta janë fëmijët e xhamimeve të ndryshme. Prandaj sot do t'ia japim Ammar Krastiçit, i cili do të na lexojë ndokët ajeti Kursin, po së bashku me Muhammed Bojaçi, i cili ti je Muhamedi apo? Pas Ammarit ti kemi lexuar Kur'an apo? Apo na shtot? Hadi bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهده حفظهما وهو العلي العظيم.
Sadakallahu l-azim. Mashallah, Amar, mashallah. Tani të ndëgjëm, hadi bismillah, Muhammedin. Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu rabbin falak min sharri ma halak wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Na ke kënaqur tash të zbashku me Amarin. Ju apo I vazhdoni mësimet çdo ditë apo çdo javë? Çdo javë çtunën apo? Çdo çtunë apo? Si po ju duket kur po shkon atje? Apo kënaqni aty me mësuesen e me hoxhën e apo ju duket e bukur xhamia aty? Po mësoni për shumë sana apo? Mashallah. Ju kur po vini në për xhamia, na po kënaqem më shumë. Prandaj I ftoni edhe shokët e juaj, edhe shoqët e juaja që gjithmonë të marrin pjesë për të mësuar në xhami. Apo? Po. Mashallah. Do t'ju kthejmë edhe juve, po pak me hoxhën të flasim. Hoxha Efendi, llogaridhënia në ditën e Kiametit titullohet tema për cilën pak a shumë do të diskutojmë, bashkëbisedojmë në fakt me juve, Hoxha Efendi. Është një temë shumë e ndihshme dhe është një temë që duhet dim. Në fakt nëse marrim e analizojmë jetën tonë, Hoxh, si gjatë gjithë jetës tonë kena me punue, kena me zhvillu diçka, kena me bëjë diçka, në fund duhet me bëni lloj llogaritje të asaj pune. Por kur bëhet puna fjala për Allahun e madhruar, për dinën e Tij dhe për një botë për cilën jemi duke jetuar në këtë rast, dhe padyshim që duhet edhe në fund ta kemi edhe një llogari për shkak se ardha e kësaj njeriu në këtë botë është sprova apo për të sprovuar. Çfarë mund na thoni si fillim, Hoxha Efendi, çka do thotë fjala llogari dhe kjo llogari kujt të jepet? Edhe në hyrjen tënde që tregove, normal edhe në jetën tonë, shumë kujt I japim llogarit për punën tona që I bëjmë. Punëtori drejtorit ose shefit, ose I punësuari e prorit e të ndryshme, që I bjerë se nëse këtë botë I kërkojmë njëri tjetrit llogari, atëherë çka na mërmendja krijuesi ynë, a do të na kërkojë neve llogari për punët e mira apo edhe ato të këqija që eventualisht njeri I bën në këtë botë? Padyshim se kjo është ka edhe neve do të flasim sot. Pra, dikush mendon se gjitha llogarit do të japim këtu. Në fakt jo, këto dhe duhet ta sqarojmë se pak japim këtu, ndërsa shumë do të japim në botën tjetër. Prandaj Allahu xhelle shanu ka quajtur atë ditë Yawmul Hisab, dita e llogarisë. Për cilën ka thonë wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dhe ruajuni një ditë apo asaj dite që do të ktheheni tek Allahu xhelle shanuhu. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. E më pas thot Allahu xhelle shanuhu, çdo kujt do të jepet ajo çka ka fituar pa ju bërë dëm. Pra, kjo është ajo llogari për cilën do të flasim, jo llogaria në këtë botë, sepse jo të gjithë ne ato punë të mira që I marrim do të shpërblejmë këtu, po dhe jo të gjithë ata që kanë bërë keq do të llogaritën këtu dhe do të marrin atë çka kanë merituar. Pra ka mbet ajo ditë e madhe ku Allahu xhelle shanu ka quajtur dita e llogarisë, atë ditë ku njerëzit më nuk kanë mundësi veprimi apo pune, por vetëm ajo që mbetet atyre është përgjigjen për ato që kanë vepruar, në këtë botë, dhe të japin llogari për secilën vepër që ata kanë bërë në këtë botë. Kur jemi tek llogaridhënia, sidomos para krijuesit ton Allahu xhelle shanuhu, I cili është krijues suprem dhe absolut, atëherë shtrohet pyetja apo duhet ta shtrojmë një pyetje se kur do të ndodh kjo llogari, Hoxha Efendi? Për ato them na ajo llogari nuk është këtu. Për ndryshe do të shohim, po I shohim shumë kriminal kanë vdekur dhe nuk janë llogaritur për krimet e tyre që kanë bërë. Ju kaq thjesht, domethënë. E marrim për shembull Firaunin, a thuhet kaq thjesht ai ka dhënë llogarinë e tij apo me kaq me një vdekje në ujë
që ka qenë rasti i tij, apo i Miloshit me një sulm zemër, Miloševićit, dhe shumë tjerëve, do të thotë prej kur ekziston njerëzimi, e deri sot, a thuj kanë marrë ato çka kanë merituar, do të thotë jo, si dhe kjo llogari nuk është që ndodh në këtë jetë, po gjithashtu nuk ndodh as në jetën e varrezave, në varre, por pasi të vdesim, do të thonë. Ajo ndodh, do të thotë pasi që ne do dalim para madhnisë Allahu xhalla shanuhu. Për ku bëhet fjalë më tepër hoxhën, pra, masi s'ka nga këtë botë, edhe pse janë disa gjëra të cilat Zoti mund t'i dëshkojë njerëzit për shkak të zullumeve të mëdha që i bën edhe këtë botë, është si një lloj vretje, por pasi nuk është edhe në varreza atëherë më tepër për ku bëhet. Po, ajo çka është këtë pas përfundimit të kësaj bote. Që ne i them kiameti apo fundi i kësaj bote, e që Allahu xhalla shanuhu ka quajtur me emra të ndryshëm, si për shembull Sa'a, pra ora. Gjithashtu e ka quajtur edhe Al-Qari'a, xhamimi i tmerrshëm, e ka quajtur Sakha, ushtima. Gjithashtu e ka quajtur Al-Haqa, e vërteta, e pashmangshme, El-Waqi'a, ndodhia. Do thotë gjithë kjo do të ndodh pas përfundimit të kësaj bote, e që askush prej nesh nuk e dim fundin e kësaj bote kur ndodh, po gjithashtu llogaria që të cilën neve ne presim është ajo që vjen pikërisht pas ringjalljes tonë, e që fatkeqësisht plot prej njerëzve tonë atë ditë të ringjalljes, edhe pse quajnë veten musliman, kjo është një fatkeqësi e madhe, nuk e besojnë, me arsyetimin se kush është ngrit, kush është kush na ka tregu, gjitha këto, për ndryshe Allahu xhalla shanuhu argumentet e ringjalljes, se të ringjallin të dalin para tij, na i kalon të shumta, një prej kësaj është edhe llogaria. Që do të bëjmë do të japim atje llogarinë për gjitha veprat tona që i kemi vepruar në këtë botë. Që i bjerë se nuk është kryer gjithçka këtu, nuk ka mbaruar gjithçka këtu. Askush nuk e ka marrë shpërblimin për veprat e mira, as në dëshkimin për veprat e këqija. Kjo është një argument se ne presim secili prej nesh të merr shpërblimin për ato vepra që ka bën. Për ndryshe, argumentet se një ditë do dalim para madhnisë tona, i kemi për ditë parasysh, çdo ditë. Edhe në veten tonë kur bim në xhum, ajo xhumi është vdekje. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar, ka thonë kur bim në xhum bismika Allahumma namut wa nahya, o Zot, në emrin tënd vdesim edhe ngjallemi. Do të thotë një argument është edhe xhumi, i cili është një shaj e vdekjes, e që Allahu xhalla shanuhu për natë na bën që të vdesim, ndërsa çdo mëngjes na bën që të jemi të ringjallur. Për ndryshe, argumentet e tilla do të kemi shumë, që njerëzit, Allahu xhalla shanuhu këto na tregon momentet kur ai i ringjall ata, thonë ja wejlana man ba'athana min marqadina hadha, kush na zgjoi prej këtij vendi, e tjera të cilat gjitha flasin se një ditë ne do dalim, do të thotë të japim llogari, ajo është bota tjetër, të cilën gjithë e presim, por ndryshe asnjë prej neve nuk kemi marrë shpërblimin atyne veprave që kemi vepruar në këtë botë. Pra është bota tjetër. Në fakt pritet shpërblimi i vërtetë, shpërblimi i pashmangshëm ose shpërblimi bota tjetër. Po në fakt do thotë nëse pak njeriu logjikon, pak nëse ndalet edhe mendon mirë dhe analizon disa, edhe qoftë në aspektin logjik, po edhe në qoftë në aspektin fetar, nëse i sheh ato argumentet dhe ai do të bindet mirë, po pak a shumë edhe ne nuk po e lodhim mendjen Hoxha Efendi, do të kur njeriu e prekupon dhe ka plon këtë dynjoja, atëherë edhe ka frikën e vdekjes ndoshta ai, se ka frikë mos po vdes edhe më dhon llogari unë. Ai ndoshta këtë besim e ka mirë, por nuk don me shfaq më nga vetja e tij. Po ne jemi për këtu për të folur dhe për të diskutuar për këtë temë. Atëherë Hoxha Efendi do të vazhdojmë me temën e juaj interesante. Këtu përpara ne kemi edhe Flori Krasniqi dhe Ajan Kryezia, po, i cili të dytë do të na recitojnë, do të na thojnë diçka. Hajde. O i mbuluar, sonte të gjithë udhëtuan, erdhën këtu, erdhën fjalët e shkruara të pashkruara të poetëve,
e nga vargjet e tyre, dëgjuesit u kthyen në shikues. Erdhen meloditë që më bëjnë të qaj, edhe për gjënat që nuk i kam bërë. Erdhen aromat më të bukura të trëndafileve. Më thanë se viti u bë me një stin. Por ja, më mirë mos kishin ardhur as këto që erdhen, e në vend të tyre të vihet ti. O i mbuluar, që të mbuluar ti ke zbulim, e në kohën që unë po mahnitesha me dhuratat, dikush nga skaj qytetit bashkoj emrin tënë me emrin e dhuruesit. Atëherë unë e pyeta veten se çfarë do të bësh me trupin që në fund duhet ja kthesh dheut. Por përgjigja mu kthye përsëri në pyetje. Çfarë do të bësh me shpirtin që ke brenda vetës e që nuk është yti? O i mbuluar, sonte jemi këtu nga disa anët, e se cili e din anën e ti. Ah, si kur të vijet ti e të mos ekziston të asnjë anë. O i mbuluar, që për imbulimit tënd zbulove të dukshmen, e që nga forca e madhe e dukjes mbetet i padukshëm. Sonte këtu erdhi edhe u i pishëm, për të mëshuar etjen, por gjatë rrugtimit, u i kish marrë me vete shumë pa pastërti. Ndaj dhe etja, sa mushua, aq edhe mushtua. Dhe kështu i ndodh gjithë atyreve, që presin që uji t'i gvit e buzët, e nuk shkojnë vetë të pinë të këburimi. Si kur t'kisha fatin të pia nga duart e tua, që pas mbulimit të zbulosha jetur. O i mbuluar, sonte në mungesën tënde u thash të pranishmeve, mos u futni në malin e përgjakur të zemrës sime, nëse nuk e kuptoni se zemra është më e fortë se dhimbja. Mos më jepni ilaç për trupin, sepse mua më dhem shpirti për ndarjen. Nuk ka ilaç tjetër përveç bashkimit. E unë e di, nuk mund të bashkohem me ty, por as nuk mund të ndahem prej teje. Prandaj qaj derisa lotët më bën gjaku i dëshmorit. E gjaku i dëshmorit më bëhet boje penës e dietarit. E me penën e dietarit shkruaj fjalët e zemrës që goja s'mund t'i thot. Lotët nuk sjellin dhimbje, dhimbje sjellin lot. Mos thoni o Zot kam një dhimbje, po thoni o dhimbje unë kam një Zot. E ilaçin e ti e solli për të shëruar shpirtrat tanë, i madhi, i pa përsëritshmi të fundmin e pejgamberve Hazreti Muhammed. Ju lumt goja, mashallah, ju lut zemra, ju lumt gjitha gjymtyrët e trupit, mashallah, barakallah. Du me falendru edhe juve, por edhe të falendrojmë edhe mësusit apo mualimet e hoxhallarët e juve që po ju mësojnë, mashallah, Zoti ju rujt inshallah, mashallah. Hoxhën vidi të mrekullueshëm ishin. Edhe në recitim, inshallah rriten me këto ndjenjë. Po, rriten me këto ndjenjë, rriten me këto mirësi të Islamit, Allah na mëson gjithmonë. Hoxhën vidi bënim një hyrje rreth llogaridhënies, edhe pam që do thotë kuptuam se llogaridhënia nuk është në këtë botë, por do të ndodh atë kur të shkatërrohet çdësën këtu, kur do të dalim para Allahut në botën tjetër dhe do të japim një llogari. Por a mund na shpjegosh tani për çfarë lloj llogarie, për çka do të japim llogari para të Madhit Zot? Nëse i referohemi ajeteve edhe sureve të Kur'anit, do të shohim se askush prej nesh nuk do të shpëton asaj llogarie. Bile edhe për gjërat më të vogla, por më të imta. Ne surën Zilzal që e lexojmë, idha zulzilatil ardu zilzalaha, kur do të dridhet toka, mandej wa akhrajatil ardu athqalaha, dhe kur toka do të nxjerr barrët e saj, wa qala al insanu ma laha, pyet çka ndodhi me ta, çka u bë me tokën. Mandej thot Allahu xhalla shanu yawmidhin tuhaddithu akhbaraha, adit thot ajo do t'i tregon lajmet e veta. Bi anna rabbaka awha laha, se kështu Allahu xhalla shanu e frymzoi. Yawmidhin yasduru an-nasu ashtatan,
atit njerëzit do dalin grupe, liyaraw a'malahum, secili prej tyre mi pa veprat, punët e tyre, fe me ya'mal mithqala dharratin khayran yara, ai që ka bën mirë sa grinca apo sa thërmia, atë do ta sheh, wa me ya'mal mithqala dharratin sharran yara, edhe ai që ka bërë keq sa thërmia, sa grinca, atë do ta sheh. Mbile kësaj llogarie që njerëzit do ta shohin në botën tjetër, do t'i kapë edhe një befasi. Edhe ajo është kur dikush ka bërë një vepër të mirë, por e ka qit në hares, e ka harru. Ajo që ka bërë vepër të mirë. Ajo do t'i paraqitet, do të vjen. Po njëjtë është edhe me atë që ka bërë keq. Edhe e ka harruar veprën e vetë të keqe. Ndërsa kur i paraqitet llogaria, pi dalin gjërat që i ka bërë, Allahu xhalleshanu por tregon për gjendjen e tyre atje, po thotë wa yakuluna ya waylatana, thonë mirë për neve, mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Çka është puna e këtij libri, këtij regjistri, që nuk i ka ik asgjë, do thotë e vogël dhe as e madhe, pa u regjistruar. Pra, gjë që kemë vepruar atje, e madhe apo e vogël, do të paraqitet tek Allahu xhalleshanu. Kjo sure, sahabët apo shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i mërziti. Arsyeja se cili prej nesh nuk ka bërë keq sa grimca. Gabime sa grimca. Edhe cili prej nesh do t'i shpëton asaj llogarie të Allahu xhalleshanuhu, nëse neve llogaritemi edhe në këto gjërat e imta të vogla të cilat i kemi qit në harres. Por Allahu xhalleshanuhu e zbret ajetet e fundit të surës Al-Baqara, ma një do thot prej tyre që edhe i qetëson sahabët se Allahu xhalleshanuhu pasi që i merr robrit e tina në llogari, vjen pyetje falja e tij. Pas pyetje falja e tij. Pra ato thot, wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Nëse ju thot fshifni, do të parashfaqni apo fshifni çka keni vetën e juaj, Allahu xhalleshanu po thot do t'ju llogarit për ato. Mandej po vjen ajeti po thot fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha', e fal këtë dhe ndëshkon këtë. Do thot është pyetje falja Allahu xhalleshanu, sikur të na mirë të secilin prej nesh dhe të na llogaritë veprat edhe më të vogla, cili prej nesh do të shpëtonte. Prandaj imami Imam Abu Hanife, imami i madh, një natë ishte vonu namazën yatësisë dhe zavendësi i tij i falte. Kur hyni në namaz e dëgjoi këtë sure, idha zulzilatil ardu zilzalaha. Kur rini te ajetet faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, kush ka bë mirë sa grimca atë do ta sheh, kush ka bë keq sa grimca atë do ta sheh. Mas namazit yatësisë është ul. Tregojnë ata që e kanë pa aty, thonë, kemi ardhur namazin e sabahit, e kemi dëgju duke thonë këtë ajet. Kush bën mirë sa grimca, do ta sheh. Kush bën keq sa grimca, do ta sheh. Do thotë nuk ka lëviz prej vendit. Kjo është për të prengosur secili prej nesh se çfarë vepra fusim në bagazhin ton. Por cilat janë ato që ne do të pyetemi para Allahu xhalleshanuhu. I kemi në dy drejtime. Veprat apo detyrat apo obligimet karshi Allahu xhalleshanuhu. E këtu na prin në top ibadetet që i themi ne, kryet ibadeteve është namazi. Një prej pyetjeve e para që robi kur ti vendos këmbët e tij në botën e amshueshme, botën tjetër, do të pyetemi për namazin. Pra ato ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e para që do të llogaritet robi prej obligimeve të Allahu xhalleshanuhu është namazi. Po pse namazi? Kur shohim ajo është shtylla e kësaj feje. Shtylla e kësaj feje. Ajo që na dallon ne si musliman nga jo musliman është namazi. Mandej komunikimi ynë me krijuesin është nëpërmjet namazit. Nuk mund na ndryshe të arrim te krijuesi vetëm se në këtë formë. Mandej krejt çka kemi brendin ton, prej hallave, telasheve, brengave, e shfaqim krijuesit nëpërmjet namazit. Pra, në namaz shkarkohemi te krijuesi për gjitha hallet tona, e në dorë të cilit janë
edhe zgjidhja gjitha këtyre të lasheve dhe zgjidhja gjitha këtyre brengave tona të cilat ne kemi në jetën tonë. Pra, e para që të përgjigjemi për Allah, të për detyrat cilat na kanë ngarkuar Allahu xhaleshanu, si kemi qenë ne karshi atyre, dhe para këtyre detyrave është namazi. Mandej vijnë, do të thotë, obligime tjera. Kjo është, do të thotë, në karshi Allahu xhaleshanu. Për ndryshe, mbetet edhe tjetra, një llogari që do të japim para Allahu xhaleshanu për raportet mes nesh. Raportet mes nesh. E që para që do të pyetimi prapë është në raportet mes nesh është puna e gjakut. Kem prek gjak apo jo? Pra do ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në raport me njerëzit, në ditën e gjykimit do të pyetimi gjëja e parë, ke ardhur me gjak këtë botë apo jo? Gjithashka mund t'i bëjmë dikujt, në hak dikujt na, mund t'ja marrim halallin këtë botë. E ke mashtruar, shkon ja kthen ato me çka ke mashtruar, edhe ja kërkon një halall. Ose ke foli kur keq për ta, ose ke ofenduar, ose ke përgëjuar, shkon ja kërkon halallin. Po një që e ke vrarë, një që e ke marrë jetën, me çka mund të marrim halall për ti? Me çka? Asnjë mënyrë. Prandaj njerëzit janë nevojshëm në botën tjetër, mos lëm asgjë për atje, se nuk fal askush. Allahu xhaleshanu fal shumë, ndërsa ne jo. Edhe prindi nuk ja fal evladit, edhe evladi nuk ja fal prindit. Edhe askujt nuk i fal atje. Sepse nevoja për të pas punë të mira, për me kalu lehtë në atë llogari, është e madhe, prandaj edhe njerëzit nuk falin botën tjetër. Për çfarë i bjerë atëherë, si mund të falet ky njeri që ka bërë një krim të tillë? Ulemaja kanë thonën, e vetmja që e pështon ato është mu pendu këtë botë me një pendim të madh, me pas vepra të mira, të mëdhaja, që kur shkon atje, mu barazu me ata, me viktimën. Me ata që është vra, mu barazue. Zakonisht na e dim se ata që bëjnë këto krime, pak për tyre pendohen, që bëjnë vepra të mëdhaja, e me shku atje mu barazue me gjakun e atij që ka marrë. Prandaj e para që do të pyetim është ajo. Mandej ana materiale. Kullu al-muslimi ala al-muslimi haram, damu wa maluhu wa irdu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithë muslimanë është i pacenueshëm. Gjaku i tij, pasuria e tij, nderi i tij. A ke prek pasurinë e tij? Për këtë do të llogaritemi. A ke prek nderin e tij? Për këtë do të llogaritemi. A ke ofenduar, a ke lënduar? Do thotë gjitha këto janë që ne ditën e gjykimit do të llogaritim para Allahu xhaleshanu, bile ajo çka është më rëndësishme atje, se njerëzit ku dalin para Allahu xhaleshanu do të llogariten, do të bëhet një barazim atje. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë sahabeve, a e dini se kush është i falimentuari? Kanë thonë, ja Rasulullah, i falimentuar është ai që nuk ka para dhe nuk ka asgjë. Ku pasurinë e tij s'ka kurrë. Ku nuk ka asgjë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo nuk kam fjalën për një të falimentuar këtë dynja materiale. Se mund të hupish diçka këtu, ndërsa në botën tjetër do të thotë mas një kohë rikthen. Po çfarë në botën tjetër? Atje më nuk ka punë, nuk ka vepra. Atje do të lëshohen gjithë ata çfarë robi ka bën dikujt për t'ia marrë të mirat e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit do thotë që i kanë bërë gjëra të tilla, i vijnë ditë kiametit dhe secili prej tyre lyp hakin e tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili ka pas namaz, shikoni, ka pas namaz, ka pas zeqat. Por çfarë ka bërë? Vjen thot, por e ka fyer kët. E ka shpifur për atë. E ka ngrënë pasurinë e këtij, e ka dhënë gjakun e tij, e ka rrahur atë. Atëherë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i jepet atyre nga të mirat e tij. Ja marrin të mirat e këtij për t'u barazu. Nëse nuk barazohen me të mirat e tij, atëherë çfarë bëjnë? I marrin të këqijat e tyre, i ngarkohen këtij. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me këto mëkate thot i bjer çfarë? Të mira jo. Plus gjunat e veta që ka pasën, plus edhe të tjerëve për Omer, çka është fundi i tij?
thot me këto hudhët në zjarr. Që i bjerë kjo llogari që neve e presim në botën tjetër, kështu do të jetë mes njerëzve. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porositë e tija, të shumta që na ka porositën, është edhe kjo që ne të marrim halallin njëri tjetrit para se dalim para do thot Allahu xhelle shanuhu, ku atje më thamë edhe këto që njerëzit nuk japin asgjë nga vetja atyre, por do të shikojnë vetëm se çka të marrin. Pra çdo fjalë, çdo vepër të cilën i ka hyrë hak dikujt, kjo shpaguhet me sevapet që i ka bërë. Që ka bërë atje. Kompenzimi i kësaj hoxhe vendit si bëhet, a bëhet sikur në këtë dynja apo bëhet e ka një kompenzim tjetër, do të thotë fjala është për shembull, nëse ja ke marrë për shembull 1 euro, 2 euro dikujt për shembull, atë me sa sevapet do ta paguaj ata. Po shihet, do të thotë ajo nuk është në materiale, nuk kompenzohen gjërat në materiale. Është punë shpërblim, është punë sevapësh. Prandaj edhe ato vepra të mira që ka pas i shkojnë huç, shkojnë në adresë tjetër kuj, edhe ato të këqija që ka bërë dikush shkojnë në adresë të tij. Do thotë kjo është barazimi, kjo është drejtësia Allahu xhelle shanu, jo vetëm ndërmjet njerëzve, por llogari do të japin edhe kafshët ndërmjet veti. Kush kanë ka shpërthyr apo e ka mbytur, e më pas normal ata nuk do ta kenë shpërblimin. Nuk është sikurse njeriu. Prandaj njeriu në botën tjetër kur e sheh veten të humbur, edhe bën edhe këtë dua, ja lejteni kuntu turaba. O sikur të isha çfarë dhe, po jo, nuk është mundësia më të jesh atje dhe, për ndryshe kafshët do të jenë dhe. Kjo është edhe komenti i ajetit, ku njerëzit e shohin që kafshët do të shndrohen në dhe, edhe ato do të dëshironin një sikurse kafshët të shndroheshin në dhe. Po jo. Asaj atmosfera, asaj. Kafshët janë gjallësa tjera, Allahu xhelle shanu nuk e ka ngarkuar me ato që na ka ngarkuar neve, me mendjen të cilën e kemi, me vedijen të cilën e kemi, përzgjedhjen që e kemi, vetë i bëjmë, me vedije i bëjmë, prandaj edhe llogaria do të jetë e tillë që sipas kësaj strukture që ka njeriu dhe do të jep përgjegjësi për Allahu xhelle shanu ndryshe nga gjallësa tjera. Hoxha Fedi, të japim fjalën talibëve në këtë rast Sefedin Krasniqi, ilahin do ta ndëkëndojë, po, hadese, bismillah. Sonte falet e ravia, e na shtohe dashuria, muslimanve ju që shtyra, zbuten zemrat nga mëshira. Sonte falet e ravia, e na shtohe dashuria, muslimanve ju që shtyra, zbuten zemrat nga mëshira. Mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshir, me iftare me syfyr, muaji që na bashkon. Mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshir, me iftare me syfyr, muaji që na bashkon. Mirë se erdhen mesin ton, agjërimi të pastron, shpirt e zemër t'i shëron, për Allah me bani pun, shumë fizoti ta pagun. Agjërimi të pastron, shpirt e zemër t'i shëron, për Allah me bani pun, shumë fizoti ta pagun. Mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshir, me iftare me syfyr, muaji që na bashkon. Mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshir, me iftare me syfyr, muaji që na bashkon. Mirë se erdhen mesin ton, një herë në vit ky muaj vjen,
pa hesab Zoti që përblen, bani lutje prak tiftarit, na largo Zot prej zjarit, një herë në vit ky muaj vjen, pa hesab Zoti që përblen, bani lutje prak tiftarit, na largo Zot prej zjarit, mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me syfyr, muaji që na bashkon, mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me syfyr, muaji që na bashkon, mirë se erdhen mesin ton. Allah Zoti nderoft, faleminderit shumë. Allah i nderoft i lumt. Po që vedi, pasi jemi edhe ka koha fundit më pi afrohem edhe iftarit kadar. Por do ta bëj edhe një pyetje, pasi që jemi në temë shumë të rëndësishme. Kuptohet në këtë llogari, a do të llogaritim të gjithë ne së bashku, çdo kush, apo do të ketë ndonjë përjashtim? Si është që puna, plus edhe asaj, a do të ketë dikush që do të intervenojë aty në këtë llogari? Normal kjo llogari nuk i ngjarë në llogarisë kësaj bote, ku shpesh edhe mund njeri të shpëton me ngjofsi, duke pas njohur e duke pasur edhe intervenime të ndryshme, e të cilat atje nuk gjenden. Nuk ekzistojnë. E vetmja, ajo kryesorja në fakt është që të shpëtojnë njën punët. Punët janë. Pra këta do të Kjo është intervenimi më i madh. Kemi edhe ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ndërmjetësimin e njëri tjetër që do të bëjmë atje, ndërmjetësimi i shahidit, edhe i fëmisë, i Kur'anit, Ramazanit, ato, por krejt hinë në pjesën e veprave të punëve tona. Nëse kemi bërë ato, do të thotë për ndryshe askujt atje nuk do t'i ndihmon asgjë. Prandaj Allahu xhelle shanuhu për na përshkruan edhe një moment të asaj bote kur njerëzit edhe pse do të jenë të buar, edhe pse llogaria do të jetë në një vend, nuk e njohin njëri tjetrin. As edhe më i afërmin e vet. Jo me yafirru al-mar'u min akhi. A ditë njëri do të ikë prej vllaut të vet. Wa ummihi wa abihi. Prej nënës së tij, prej babës së tij. Wa sahibatihi wa bani. Prej gruas së tij dhe prej fëmijëve të tij. Li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Pse gjithë kjo ikje për njëri tjetrit? Gjithë atë ditë janë të angazhuar, të interesuar vetëm për veten e tij. Për punën, për hallin. Secili. Për nesh jemi të interesuar për punët, për hallin ton, për llogarinë tonë se çfarë do të bëhet prej nesh. Prandaj askush atje nuk do të interesohet për askun. Askush nuk interesohet për askun, edhe normal në fund gjithë asaj na të paktën janë ata që do t'i shpëtojnë llogarisë Allahu xhelle shanu. Do thotë që do të jenë pa llogari. Janë dashnit e Zotit, zgjatërit e tij, janë pejgamberët e Allahu xhelle shanu. Kjo është mendimi edhe shumicës së dietarëve. Këtë dynjë veten e të dërguarit. Po. Edhe do të jenë një grup që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 70.000 vetave, e që aty gjithë duhet të angazhohemi të him në atë grup. Inshallah. Gjithë të angazhohemi të him në atë grup. Me çfarë mund të jemi prej atyre? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka përmendur në këtë hadith kur i kanë thonë ja Rasulullah kush janë ata 70.000 vet që do të jenë do të hinë xhenet pa llogari. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë ata që kur smurën nuk kanë kohën. Kjo e para. Do thotë smujet kur na vijnë, nuk fillojmë të çajmë ato. Bash kam gjetë, shkam boni, kum çaje, shka gjithë ato. E para. E dyta janë ata kur kanë një hall, nuk kërkojnë nga tjerët. Pra, nuk i drejtohen, nëse ka një hall të vetin, qoftë materiale çfarë do, nuk i drejtohet tjetrit. Po lyp zgjidhen ta zgjidh këtë hall vet, me mundin e tij, me forcat, me fuqinë e tij që ka. Mandej janë ata që cilët nuk janë pesimist.
por gjithmonë janë të qetë optimist dhe ata që gjithmonë i mbështetin Allahu xhaleshanu. Këto gjitha janë mundësinë tonë për t'i bë. Kur smuremi, t'i drejtojmë ankesat vetëm Allahu xhaleshanu. Kur jemi në hall, t'i drejtohemi atij, t'i mbështetemi atij, edhe kjo është çka mund të na bëjë një nga ata 70.000 vetë të cilët do të dalin para Allahu xhaleshanuhu dhe do të hyjnë në xhenet pa një llogari nga ana Allahu xhaleshanu. Elusim Allahu xhaleshanu të na bëj prej atyre. Amin inshallah. Allahu na mundsof që llogaria jon para ti të jetë e lehtë, po mbi gjithë ne duhet ta ndëshmojmë veten këtë botë dhe të mbjellim vepra të mira që t'i korrim në ahiret inshallah. O Xhefini, ju falenderoj përzemërsisht që ishit pjesë e emisionit ton. Ishte kënaqësi të jemi drejt për drejt në televizionin Beca me juve këtu. Me shpresë që të takojmë prapë në emisione tjera. Allahu ju nderoft inshallah. Ju falenderoj edhe juve që ishit pjesë e emisionit ton. Zoti ju nderoft, çdo gjithmonë vazhdoni mësimet e ju në mekteb për shkak se është kënaqësia. A është ashtu? Allahu ju nderoft inshallah. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ishim së bashku me hoxhën e nderuar Mervan Efendi Berisha, ku u mundotëm të bashkëbisedojmë për temën llogaridhënien e ditën e Kiametit, po së bashku me hoxhën e nderuar ishin edhe talebet e tij, pra talebet e xhamisë së tij në xhaminë e Pavarësia, që mësimet e tyre këta talebe i kanë marrë nga mualime e tyre, ku e falenderojmë përzemërsisht. Prandaj deri në emisionin tjetër, unë Shqipran Saramati, ju përshëndes me përshëndetje islame. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.